Mëngjesi në këtë ditë të re. Po e fillojmë së direkt live-in, sepse dua që ta mbaj në faqe, por në këtë kohë dua edhe ta shpërndaj edhe në YouTube. Nëse sot je për herë të parë në këto live që unë mbaj, atëherë unë të uroj mirëseardhje dhe dua që të më shkruash kur ta hedh videon dhe ta mbaj të sejvuar ose të regjistroj në faqe, të më thuash që jam e re në këtë faqe. Po nëse e ke parë këtë live dhe je prezente në këtë momente, më thuaj që isha live dhe nëse e shikon ritransmetim, atëherë më shkruaj që isha ritransmetim. Kjo është një gjë që kam qejf ta di sepse dua që të jem sa më koherent me secilin prej jush. Mëngjesi Silva, mëngjesi Vardha, përshëndetje të gjithëve që jeni duke futur live në këtë momente. Dhe ajo që doja të shpërndaja, mesazhi që doja të shpërndaja sot me këtë live, që do jetë një live shumë i shkurtër, por kam qejf që të vi çdo mëngjes me live të tilla të shkurtra në faqe, që të shpërndaj atë ide që shpesh herë më vjen gjatë ditës dhe për shkak se këtu nuk është mëngjes, këtu është mbasdite, jemi pak më para me orarin, sepse sepse këtu është më herët, do të thënë vjen dita më herët, dhe kam ide të ndryshme, më vijnë informacione të ndryshme, arrij që të jem gati që të regjistroj live ose video, por për shkak se them dua ta bëj në mënyrë perfekte diçka dhe e lë pa bërë fare nganjëherë, dhe për këtë arsye kam vendosur që këto gjëra dhe këto ide dua t'i shpërndaj me juve në live, kështu që i regjistrojmë për të dyja faqet, edhe për Instagramin edhe për YouTube-in. Sot ajo që unë doja të diskutoja, edhe nga pyetjet që kam marrë me DM, por edhe nga pyetjet që shkruani në komente e me radhë. Sa rëndësishme është, ose sa të rëndësishme janë afirmimet, mantrat, sa të rëndësishme janë këto gjëra që ne ndoshta nganjëherë nuk i kuptojnë se si funksionojnë dhe pse funksionojnë. Dhe sa rëndësishme është që ta kemi parasysh këtë gjë, sepse është baza e asaj që ne programojmë subconsciencën tonë, nëse duam ta programojmë me vetdijen tonë. Atëherë, programimi në çdo moment ndodh nga ne. Në çdo moment, me programim me gjëra të reja mund të ndodhë në mënyrë të menjëhershme me frikë, edhe në moshën 60 vjeçe. Nuk ka nevojë që të jemi 7 vjeç, por intensiteti më i lartë i programimit ndodh nga mosha 0 deri në moshën 7 vjeçe është maksimumi, është një pjesë e madhe e subconsciencës tonë, por me kalimin e viteve ulet intensiteti, por në të njëjtën kohë vazhdon të ekzistojë kjo pjesa e programimit të saj. Dhe nganjëherë shumë njerëz janë ndarë në dy grupe, se ka njerëz që e kanë përdorur vizualizimin në jetën e tyre, kanë përdorur afirmimet, i përdorin mantrat dhe e kanë parë që kanë funksionuar. Por në të njëjtën kohë ka edhe njerëz janë direkt të lidhur, si është një vajzë që quhet Durata, e cila ajo ka qenë që e vogël e angazhuar me këngë, sepse ka qenë këngëtare, ka qenë gjatë gjithë kohës konfidente me veten e saj, nuk ka pasur turp të flasë në publik, dhe ekzistojnë edhe domethënë kemi të dy grupet e njerëzve që ekzistojnë mbi këtë tokë. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta theksojmë. Dhe në momentin që grupi i parë është pikërisht vajzat të cilat janë më tepër në logjik, po ashtu kemi edhe grupin e dytë që janë të lidhur drejt për drejt me energjinë e lartë, që është energjia e jetës, forca e jetës, mund ta thuaj, sepse nuk mund t'i jap emërtim tjetër, por mund ta them kështu, forca e jetës. Forca e jetës është baza që na mban në jetë. Por kur ne jemi të lidhur me forcën e jetës, që kur kemi qenë vegjël, edhe ka shumë njerëz janë lidhur drejt për drejt, dhe nuk ka nevojë fare për këto mantrat, për afirmime, për vizualizimi ndodh, por mantrat dhe afirmimet. Por ka edhe njerëz të tjerë të cilët për shkak të rrethanave të jetës së tyre, për shkak të mënyrës se si e jetuan jetën, janë më tepër në logjik sesa në pjesën e artistike. Pra, nëse kanë më të zhvilluar anën logjike të trurit se sa anën artistike. Njerëzit që kanë më të zhvilluar anën logjike dhe që duan të programojnë trurin e tyre, procesi bëhet
pak, nuk them që është i vështirë, po bëhet pak më kompleks. Dhe ka nevojë fillimisht që ne kemi nevojë që të bindim veten tonë fillimisht, dhe kur fillojmë të bindim veten tonë, ne fillojmë që të ulim barierën, refuzimet. Mirëmëngjesi, Elisabeta, mirëmëngjesi. Të ulim atë tensionin që ne kemi në raport me këto fenomene. Dhe kjo bariera fillimisht duhet të bëhet e vetëdijshme. Kur njerëzit që janë më tepër në trur dhe bien në kontakt me këto informacione, e kanë të domosdoshme pjesën e afirmimeve. E kanë të domosdoshme pjesën që duhet patjetër bëjnë afirmime, që t'i bëjnë pjesë të subconsciencës së tyre këto informacione. Dhe kjo është programim i vetëdijshëm. Funksionon. Këto gjëra funksionojnë dhe programohen në mënyrë të vetëdijshme në momenti që përdoret afirmime, në momenti që përdoren mantra, në momenti përshëndetje besnik, përshëndetje Ana, në momenti që përdoren këto elemente që unë nuk mund të quhen magji, sepse nuk janë magji, po janë mënyra se si ne përdorim fjalë me frekuencë të lartë për të bërë programimin e subconsciencës. Dhe programimi i subconsciencës çfarë do të thotë? Fillimisht ne duhet të kemi mundësi që të largojmë atë barierën që kemi ndërmjet konsciencës dhe subconsciencës. Dhe ajo barierë largohet me anë të përsëritjes. Përsëritja është një nga format se si ne e largojmë këtë barierë dhe se si ne e largojmë këtë mur, që është muri i subconsciencës. Po ta vëni re, muri i Berlinit, muri i Kinës, janë forma që kanë ndjekur sipas murit, njësoj si murej që kemi në subconsciencën tonë. Dhe i kanë darë Gjermani në dy kampi lindor dhe perëndimor. E njëjta gjë edhe në Kinë. Pse? Sepse është e njëjta subconscienca me consciencën, ka përdorur të njëjtën metodë. Por çfarë do të theksoja? Në momentin që këto afirmime përdoret sa më shpesh, ne fillojmë që të pranojmë që ekziston dhe nuk jemi konsistent, jemi gjatë gjithë kohës, nuk dorëzohemi që të vazhdojmë ta programojmë subconsciencën tonë, pavarësisht vështirësive që do kemi në jetë, pavarësisht pengesave që do kemi në jetë. Kjo tregon për subconsciencën më tepër, sepse ajo është që na kontrollon timonin e jetës tonë. Kjo tregon që kjo është diçka që ka interes ky person, që sepse truri nuk ka konscienca, domethënë një farë subconscienca, truri nuk ka, i bën forma gjëra në mënyrë mekanike. Nuk ka atë, si ta them, një mendje më vete. Mendja krijohet për shkak të shpirtit në kontakt me trurin dhe krijohet diçka që është e atill që ne konsiderojmë unë mendoj ose unë e vizualizoj ose këto gjëra të tjera që ti kalon mbi trurin, kalon mbi anën mekanike. Prandaj, për trurin që të funksionojë diçka duhet përsëritur. Dhe kjo duhet qartësisht të jetë e plot dhe e pranueshme nga të gjithë ne, sepse në momentin që ne e përsërisim diçka, ne dal nga dal fillojmë të largojmë atë murin që është ndërmjet konsciencës dhe subconsciencës dhe fillojmë që të programojmë të pavetëdijshmen tonë. E pavetëdijshmja quhet subconsciencë. E pavetëdijshmja është 95% e gjërave që i bëjmë gjatë ditës. Një ditë të re është duke u dirigjuar nga e pavetëdijshmja. Dhe vetëm 5% mund të veprohet në mënyrë të vetëdijshme. Kur ne vendosim për shembull të ecim me vrap, kjo është një dhe e shtim veten që të shkoj për vrap, kjo është një formë që ne marrim vendimin nga e vetëdijshmja. Por pjesa më e madhe e gjërave të tjera, kush mund të jetë pjesë e pavetëdijshme? Të flasim, të komunikojmë me të tjerët, të arsyetojmë, të ecim. Trupi funksionon në mënyrë të pavetëdijshme gjithashtu. Funksionon pa nevojën që ne të japim komanda. Dhe kjo quhet në mënyrë automatike. Por e keqja në këtë pjesë, sepse kjo është gjë e mirë, sepse trupi na funksionon, ne jemi në jetë, por keqja në këtë pjesë futet me pjesën e sjelljeve. 95% e sjelljeve janë për shkak që vijnë nga kjo pjesë e subconsciencës tonë, nga pikërisht nga e pavetëdijshmja jonë, dhe këtu fillon bëhet pak e ngatruar çështja, sepse ne nuk kuptojmë më që është kjo diçka që unë e dua që ta kem në jetën time apo nuk e dua që ta kem në jetën time. Dhe pikërisht kur ti e shikon diçka që nuk e do më që ta kesh pjesë të jetës tënde, atëherë ti duhet ta zvendësosh me një të vetëdijshme, me diçka që mund të jetë një afirmim ose mund të jetë një mantër. Mantra dhe afirmimet funksionojnë dhe kanë funksionuar
me shekuj edhe në lashtësirat dhe njerëzit kanë arritur ta shikojnë se duke programuar trupin e tyre, kanë arritur ta shikojnë të manifestuar në jetën e tyre atë gjë për të cilën ata e kanë realizuar për shembull për një vit, në mënyrë sistematike. Një pjesë e mirë e njerëzve që nuk besojnë në afirmimet e mantrat janë për shkak se ata nuk e kanë provuar në jetën e tyre dhe për shkak se nuk kanë qenë sistematik në jetën e tyre për ta realizuar këtë formë programimi që bëhet, atëherë nuk e kanë parë rezultatin. Dhe këtu kanë krijuar atë dyshimin ose mosbesimin. Por edhe kjo pjesë ekziston dhe është më se normale, sidomos kur jetojmë në këto momente në botën e informacioneve të pafundme dhe jetojmë në një realitet që në momentin ne e kuptojmë se ku jetojmë, fillojmë të reflektojmë dhe fillojmë që të dalim mbi këtë programimin dhe sidomos mbi programimin e subconsciencës tonë. Një pjesë tjetër e njerëzve që janë duke kanë të angazhuar dhe të aktivizuar anën e trurit që është ana artistike. Çfarë do të thotë kjo? Ana e trurit që është artistike janë ata njerëz që ne i quajmë artist, këngëtarët. Ata janë të lidhur me burimin e jetës. Ata janë të lidhur me të padukshmet. Këngëtarët, artistët, piktorët, balerinat, këta janë njerëz të cilët kanë stërvitur më tepër gjatë jetës së tyre anën artistike. Dhe unë prandaj quhen me fat, që përpara për shembull njerëzit i quajnë me fat, i quajnë me fat sepse ata nuk kanë pasur nevojë që të aktivizojnë anën logjike të trurit për të mbijetuar. Ata direkt kanë shkuar te ana artistike. Dhe kur ne shkojmë direkt te ana artistike, që të jemi në gjendje për të mbijetuar, pra për ta përdorur se në mënyrë jetese, atëherë ne shkojmë direkt te burimi. Direkt tek ajo rrjedhshmëria e lumit, direkt tek informacioni i pafund, direkt tek është fusha kuantike, quhet informacionit, që në fushën kuantike të informacionit, të gjithë njerëzit janë një, jemi një dhe të vetëm. Dhe kur ti arrin që të shkosh direkt tek ajo gjë, që është pikërisht burimi i gjithçkaje, pa nevojën që të aktivizosh logjikën, ti nuk ke nevojë për afirmime. Nuk ke nevojë se ti ke besim te vetja jote, ti e di që të ke zë do këndosh, ti e di që ke dorë dhe do pikturosh, dhe do bësh piktura dhe do t'i shesësh, ti e di që ke talent, për shembull, çfarë talenti tjetër, pianist, të gjitha këto talente të cilat nuk ke nevojë të aktivizosh anën logjike që të mbijetosh. Dhe këta njerëz nuk kanë nevojë shumë për afirmime dhe mantra. Pse? Sepse truri është i aktivizuar direkt me artistiken dhe është i lidhur me burimin, që është burimi i padukshëm i gjithçkaje që është në bollëk. Faleminderit shumë, faleminderit Alta, faleminderit që je këtu. Dhe këtu është Reze Diell, se jemi në Bazdike. Ndoshta do dal shumë si esbet, po nuk ka problem shumë. Më pëlqeu, thash do marr pak Reze Diell dhe do bëj edhe këtë live. Por kjo është që ta kemi të qartë ndryshimin ndërmjet njerëzve të cilët përdorin mantra dhe afirmime, që janë më tepër në logjik dhe duhen të bindin logjikën e tyre, sepse të disiplinosh logjikën nuk është aq e lehtë, se ne veprojmë nga ashtu jemi mësuar, që nga kur kemi qenë fëmijë, që për të mbijetuar kemi aktivizuar logjikën dhe për të mbijetuar kemi edhe grupin tjetër që kanë aktivizuar artistikin e tyre dhe nuk ka nevojë për afirmime. Shkojnë direkt te burimi pa afirmime. Por njerëzit që kanë, për shembull, që janë këngëtar, artistët, piktorët, ata e dinë se diçka më e fuqishme ekziston. Ata e dinë që ekziston. Ndërsa ata që janë me logjikën janë më tepër në trupin e tyre. Janë gjithkohës të friksuar se diçka nuk do mjaftoj. Se nëse unë të largohem nga puna, unë do ngelem pa bukë, që nuk është e vërtetë. Se nëse unë nuk shkoj në kohë në këtë gjë, unë nuk do mbijetoj dot. Dhe fillon trupi të aktivizoj ato instiktet e mbijetesës. Dhe ke njerëz, për shembull, që ndrojnë në punë me vite të tëra edhe pse ajo punë nuk u pëlqen. Pse? Se janë në logjik. Prandaj, kur ne shikojmë që jemi më tepër në logjik dhe ajo gjë që bëjmë nuk na pëlqen, atëherë një nga format se si ti të lidhesh me burimin, që është burimi i fuqisë së jetës, atëherë
që është vërtetuar edhe në fizik tani, në fizikën e re ose fizikën kuantike, është pikërisht fusha kuantike. Fusha kuantike ekziston pas çdo gjëje dhe është burimi i gjithçkaje, është në bollok, nuk ka limite. Dhe në këtë fushë kuantike njerëzit janë të barabartë, janë një i vetëm dhe gjithashtu, për shembull, nëse një autor shkruan një libër, ata janë të lidhur, kalojnë mbi këtë personale, mbi egon personale dhe shkojnë në atë gjë që është që quhet ndryshe, është burimi i gjithësisë, që është fusha kuantike e gjithësisë, ku informacioni është i pafund. Unë e kam thënë edhe disa herë, Hanza të përshëndes. Unë e kam thënë edhe disa herë që njerëzit, nëse lidhen me fushën kuantike, që është vërtetuar dhe shkencërisht në këtë momente që ekziston, ata nuk kanë nevojë për të bërë universitete, nuk kanë nevojë për të bërë të lexojnë libra të tërë, sepse janë futen direkt në ato informacionin që gjithë universin e kemi në qelizat tona. Gjithë informacionet i kemi në qelizat tona. Dhe ne vetëm duhet të aktivizojmë këtë fushë, të besojmë te kjo fushë, dhe ta shikojmë që e funksionon, dhe ta shikojmë që vepron dhe ekziston, dhe kur e realizojmë këtë gjë, ne fillojmë që të bashkëveprojmë dhe krijojmë. Pra, aftësia e të gjithëve nga ne, çfarë është? Nuk është puna që të mbijetojmë. Është momenti që kemi ardhur në periudhën që duhet të krijojmë. Duhet të krijojmë nga asgjëja, duhet të krijojmë gjëra të cilat nuk i kemi parë askund. Ashtu si jemi ne unik, ne mund të krijojmë gjëra unike. Prandaj unë gjithmonë them që nuk kemi nevojë për konkurrencë, nuk kemi nevojë për të shtyrë me brila njëri tjetrin. Kemi nevojë për bashkëpunim, kemi nevojë për që të japim dorën dikujt, dhe t'i themi hajde këtu, ti mund t'ja dalësh. Pse? Sepse nëse ai personi arrin që të veproj nga ana krijuese, ai do më ndihmoj edhe mua. Ai do ndihmoj edhe dikë tjetër. Do ta ndihmoj që të futet në atë informacionin e krijimit. Në botë në këto momente, po ta vëmë re, ka më shumë konsumues se sa krijues. Por në 10 vite do rritet numri i krijuesve dhe do krijojnë gjëra nga asgjëja. Që njerëzit nuk do të duket çudi, sepse nuk janë mësuar me këto gjëra për shkak se jetojnë në logjik. Një pjesë e mirë e njerëzve jetojnë në logjika dhe edhe në botë, në gjithë botën, pjesa më e madhe, mund të them 95% e popullsisë është në konsumus. Ata vetëm konsumojnë. Por 5% janë krijues. 5% që janë krijues kanë 95% të pasurisë të gjithë botës. Pra, çfarë do të thotë kjo? Ata popullsi, domethënë njerëzit që janë 95% e popullsisë që konsumojnë, kanë 5% të pasurisë të gjithë botës. Për këtë arsye, kur ne jemi konsumues, ne kemi frikë se do mbarojnë të lekët. Kemi frikë se kemi atë mindsetin se gjithçka do përfundojë dhe ne nuk do ngelemi gjallë, do vdesim. Edhe me radhë, këto janë gjëra që nuk është e vërtetë. Por, edhe një herë duhet ta theksoj. 95% e popullsisë jeton si konsumator dhe nuk ka të aktivizuar atë çelësin krijues të vetën. Nëse ne fillojmë të ndihmojmë njëri tjetrin që të bëhet krijues dhe të krijojë diçka nga asgjëja, atë dëshirën që ka. Dhe nuk të them që të krijosh diçka që nuk ka ekzistuar përpara, por duhet të krijosh diçka që ka ekzistuar, por në formën tënde është ajo që ti mendon që është zgjidhja më e mirë. Dhe këtu fillojmë që ne të bëhemi krijues. Dhe sa më shumë të kalojmë në këtë nivel që bëhemi krijues, aq më tepër ne do të kuptojmë që nuk ka kufizim, nuk ka që të jetojmë më në atë mendsinë që nuk ka mjaftueshëm. Çdo gjë është në bollok. Çdo gjë është pa limit. Çdo gjë është infinit. Çdo gjë është infinit. Dhe këtu fillojmë të kemi akses në atë 5%. Kush është ai 5%? 5% ata janë krijues. Prandaj ata kanë 95% të pasurisë së botës. Edhe këtu fillon që ti të krijosh të ardhurë financiare në mënyrë automatike, të krijosh të ardhurë financiare duke realizuar dhe vepruar nga pasioni jot, dhe mos të kesh frikë se nuk do kesh mjaftueshëm. Dhe nuk ke nevojë të përfshihesh me politikë, nuk ke nevojë të përfshihesh me asnjë lloj gjëje tjetër. Ke nevojë vetëm që të lidhesh me veten tënde, me thelbin tënd. Dhe se njerëzit, për shembull, po të vësh re, sidomos në Shqipëri, që përdoret politika si një formë që mënyra që të krijosh të ardhurat.
Po unë nuk e shikoj politikën si një mënyrë. Unë e shikoj politikën si një mënyrë që merr energjinë e njerëzve që mos të lidhen me veten e tyre, që mos të lidhen me thelbin e tyre. Dhe të jenë gjatë gjithë kohës të friksuar se kush politik do ta marrin në një vend të caktuar, dhe sidomos në Shqipëri kjo është shumë e madhe. Sidomos në Shqipëri është shumë e madhe kjo gjë. Dhe pikërisht këtu është ajo gjëja, mendësia që nëse nuk bëhem pjesë e një politike të caktuar ose një partie, atëherë unë do vdes. Pra kjo është ideja që është hapur në përgjithësi, sidomos në Shqipëri. Po jo, e realiteti është që ka mjaftueshëm për të gjithë. E rëndësishme është që edhe në Shqipëri ka mjaftueshëm. Është vend në zhvillim. Sa më shumë që njerëz në vende në zhvillim të jenë të tilla në vend në zhvillim, ka shumë pasuri. Por njerëzit, për shkak të mendësisë që janë të varur vetëm nga politika, krijojnë atë varfërinë e tyre, sepse nuk lidhen me uniken e tyre dhe nuk veprojnë nga zemra, por veprojnë nga logjika. Kaq për sa i përket sot, shpresoj që ta keni kuptuar si koncept se si funksionon në momentin që ne jemi duke vepruar nga zona e nga artistikja dhe nuk kemi nevojë për afirmime, por gjithashtu kur jemi duke vepruar nga pjesa tjetër që është logjika dhe jemi duke mbijetuar, pra kur veprojmë nga logjika, ne jemi më shumë konsumator dhe ne presim të tjerët që të krijojnë për ne, ne presim të tjerët që të shesin diçka që ne ta blejmë, ne presim që të tjerët të shesin diçka dhe ne të jemi konsumues të atyre gjërave. Dhe kjo është bërë, po ta vështrem, se në një farë mënyrë Shqipëria është pak e vonë në këtë pjesën e të bërit kështu dhe ne edhe ne brezion e mban mend. Unë e mbaj mend shumë mirë në momentin që kam qenë e vogël, pavarësisht se në 90-të nuk prish qëra diktatura, por njerëzit ishin të lidhur me tokën e tyre. Ata krijonin në çdo moment. Ata punonin, ata krijonin fruta dhe perime. Ndërsa sot ata janë shkëputur totalisht dhe janë bërë vetëm konsumues dhe i kanë harruar të kuptojnë ligjet se si funksionojnë. Sepse në atë periudhë unë mbaj mend gjyshen që i realizonte këto gjëra pa nevojën që t'i mësonte këto gjëra që unë flas sot. Si bënte ajo gjëra? Sepse ajo ishte lidhur me tokën. Ajo krijonte në çdo moment. Nëse donte të krijonte diçka, ajo krijonte, qëndiste, qepte, punonte tokën, prodhonte. Këto të gjitha janë pjesë e krijuesit. Janë pjesë e asaj gjëje që ti nuk e shikon me sy fizikisht atë frutin, por ti ke aftësi që të mbjellësh atë fidanin edhe të presësh me durim, ta ujitësh e ta shikosh frutin pas një viti. Këtë gjë ka bërë gjysha ime. Këtë gjë kanë bërë brezi i prindëve tanë, që ne e kemi humbur dhe kemi humbur rrënjët tona, sepse kur e humbasim këtë gjë, ne jemi të varur nga të tjerët, ne kemi frikë nga politika pastaj, sepse mos na pret bukën. Kjo është ideja që të kuptoni se si këto gjëra që unë flas në faqe, nuk janë thjesht gjëra që vetëm për shpirtërorë, nuk është vetëm për të shpirtërorë, është edhe për ata të logjikës, është për të gjithë njerëzit, që po të reflektojmë, kjo lloj politike është përdorur nga politika e vendeve të vogla, sidomos Shqipëria, edhe vendet e Maqedonia, Shqipëria, Greqia, këto vendet që janë të vogla në numër, i trajnojnë njerëzit që mos të jenë më krijues, që të jenë vetëm konsumues. Dhe kur njerëzit janë konsumues, ata janë lehtësisht të komandueshëm nga frika, lehtësisht të komandueshëm nga ajo gjë që është pikërisht asgjëja, që është fakti që ne varemi nga iluzioni. Futemi në një iluzion që nuk ka sens dhe gjatë gjithë kohës jemi në frikë se kush do ta fitojë atë fushatën elektorale, kush do ta marrë parlamentin, kush do ta marrë, që ne na duhet, ne na duhet se kemi fuqinë në anë të votës, por ne nuk kemi pse nevojë të jemi të varur, sepse ata janë atje për interesin ton. Nuk janë atje që të na përdorin, të na kthejnë në dele dhe të na bëjnë që të friksohemi. Po kur jemi konsumator, ne jemi lehtësisht të friksueshëm. Duhet ta theksoj edhe këtë gjë, sepse ne jemi duke mbijetuar. Kur jemi krijues, ne nuk jemi lehtësisht të kontrollueshëm, sepse ne dim që varemi vetëm nga vetja jonë dhe ne jemi duke lulëzuar. Dhe unë dua sa më shumë njerëz që të bëhen të vetëdijshme për lulëzimin. Sa më shumë njerëz të bëhen të vetëdijshme edhe për pjesën e mbijetesës, që janë në mbijetesë dhe janë konsumator. Dhe kur bëhen të vetëdijshëm për mbijetesën dhe konsumimin, ne lehtësisht shkëputemi nga kjo gjë, që është energji së ulët, dhe shkojmë dalgadal të reflektojmë se çfarë më pëlqen mua. Dhe fillojmë të hedhim hapa. Tani njerëzit do thonë që unë nuk kam lekë të hedh hapa, të krijoj hap biznese. Askush nuk të tha që të hapësh biznese. Askush. Unë nuk them atë gjë.
Unë them që ti duhet lidhesh me me fushën tënde që është fusha kuantike, që është burimi i gjithësisë ku të gjithë jemi një. Atje është infinite, është pafundësi çdo gjë, nuk ka limite. Atë mund ta bësh edhe duke qëndisur, edhe duke pikturuar kot më kot, edhe duke ecur në natyrë, por duhet ti të kesh atë të drejtën tënde për të zgjedhur që po, dua ta bëj. Dhe kur e jep këtë komand, fillojnë që sepse pa atë ne nuk e bëjmë, nuk marrim ndihmën nga një fuqi e lartë, jemi të shkëputur nga fuqia e lartë, se jemi më tepër në logjik. Kur e bëjmë atë gjë, fillojnë të vëmë re që kemi ndihmë kudo. Kemi njerëz që na ndihmojnë çdo sekond. Dhe unë nuk kam frikë të ngelem pa punë, për shembull. Pse? Sepse jemi në valët e energjisë së lartë, frekuencave të larta, që është energjia krijuese. Ju kam shumë xhan, shpresoj që sot në këtë ditë të re, ti që e pe në live, edhe persona që do ta shikojnë më shumë këtë live ose video më vonë, të reflektosh në këtë gjë. Edhe të thuash, çfarë mund të bëj diçka që unë të jem krijues i ditës time, ose i jetës time, ose si ta sill në jetë atë idenë time. Nuk them që të hidhni miliona të krijoni biznese, se kjo ka ekzistuar 20 vite më parë. Nuk është ajo gjë. Unë them që ti të lidhesh me burimin tënd krijues. Dhe nëse lidhesh me burimin tënd krijues, të fillosh të kuptosh që jeta është më shumë se sa mbijetesë. Është krijues, ti bësh krijues i jetës tënde, sepse je në kontakt me burimin e Zotit, me burimin e jetës, me fushën kuantike, ku gjithësia ka çdo gjë dhe shkencërisht është vërtetuar që ekziston. Dhe kur arrin këtë nivel, atëherë ti ndihmon që edhe frekuencën e njerëzve që i ke rreth rrotull të rritet. Ndihmon që edhe frekuenca e njerëzve që ti ndoshta bezdisesh përpara, për shkak se i quaj toksike, që për mua nuk ka energji toksike në atë nivel, por ka njerëz të cilët janë në atë mendësi, por sërish ata do mësojnë nga ty. Pse? Sepse ti do dalësh në energjinë krijuese. Dhe kur e bën këtë gjë, ti shkëputesh nga kjo ngarkesa e materjes që është shumë e rëndë. Është e rëndë dhe është shumë e vështirë për të jetuar nga njerëz, shumë e dhimbshme. Dhe del në nivelin krijues të rrethanave të jetës tënde, mëson edhe fëmijët e tu, mëson edhe njerëzit që të shikojnë, që të bëjnë të njëjtën gjë. Përshëndetje, faleminderit Valbona, do ta hedh live-in në video, live-in me video në Instagram, edhe në YouTube do ta kesh. Shpresoj që ju që e pat live edhe një herë, të më thoni që isha live pasi ta publikoj këtë video, për njerëzit që janë të rinë në faqe, ju lutem më shkruaj dhe më thuaj që isha për herë të parë të dëgjova live. Për njerëzit që e kam parë live, isha live, dhe për ata që do ta shikojnë ritransmetim, më shkruaj që e pash ritransmetim. Dua që të jem sa më shumë në kontakt me ju, të gjithë që e shikoni këtë video. Nuk dua thjesht ata njerëz, sepse nuk është puna që të jemi të fshehur. Është puna që të fillojmë që unë të jem e vetëdijshme për njerëz që janë gati të bëjnë krijues të jetës së tyre. Dhe kjo kalon fillimisht ti duhet të hedhësh një veprim pasi shikon një video të caktuar që merr një informacion. Dhe duhet të dalësh nga zona e komfortit. Kjo është mënyra se si ne bëhemi krijues të jetës tonë. Dhe e para gjë është të dalësh nga ajo ideja që nuk duhet më shikoj askush që komentoj. Sepse, po të ishte ashtu, ti i gati të komentosh në ata njerëzit që janë këngëtar. Si nuk je gati të komentosh në diçka që ka të bëjë me veten tënde? Ti komenton në ata njerëz që janë këngëtar, sepse ti je në pjesën e asaj energjie që si bëjnë të tjerët, po ti duhet të bësh ashtu si bën ti, ashtu si vepron ti, pra duhet të kthesh vëmendjen te vetja jote. Edhe një herë, kalofshi sa më mirë. Uroj një ditë sa më të bukur sot. Shpresoj që të jetë një ditë plot me emocione të bukura, por edhe me emocione jo të bukura nëse është. Unë jam e sigurt që ti do mësosh diçka dhe do të rritesh akoma edhe më shumë në formën tënde energjetike.